Është një ide e cila vjen prej festivalit Shliroj Cicat, e cila është mbajtur gjatë muajit tetor, dhe në fakt këto vepra janë realizuar gjatë asaj kohe, dhe tani kemi kënaqësinë që t'i prezantojmë para juve, dhe gjitha këto vepra natyrisht që janë në dispozicion, në shitje për të gjithë ata që janë sonte këto, mjetet e të cilave do të durohen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Sigurisht që do t'jetë një marrëveshje me ta, nëse sipas nevojave që ata do të sugjerojnë, edhe do të dorëzohen mjetet për ndihmuar ata me gjitha nevoja që ka klinika onkologjike ku trajtohen gratë të cilat përballen me kancerin e gjirit. Në emër të organizatës jo qeveritare Cicat, që është një organizatë jo fitimprurse përkushtuar në luftën kundër kancerit gjirit përmes artit dhe aktivizmit, është kënaqësia jone që t'u mirëpresim dhe zyrtarisht ta hapim këtë mbrëmje. Fillimisht i falenderoj juve, mysafirë nderuar, që keni gjetë kohën t'jeni, dhe siç thash, si pjesë edicionit të tretë, do të kemi mundësinë që këto piktura të jenë pjesë e juaja, por që do të ndihmojnë shumë sigurisht për kauzën e cilën jemi. Unë me shumë kënaqësi, nuk do të humbë shumë kohë, do të ftoj drejtoreshën e organizatës jo qeveritare, një herët ajo e cila gjithmonë ka do thot ide kreative për këto organizime, Ermira Muratin, dhe bashkë me të dhe anëtarën e bordit Arbela Statovsin për një fjalë rasti. Fillimisht, mirëmbrëma të gjithëve. Jam shumë e lumtur që ju shoh sonte së bashku që jemi mbledhur për dy qëllime. Qëllimi i parë është për të mbështetur gjithë ato gratë të cilat janë të përballë me kancerin e gjirit, edhe ku e dim shumë mirë se qysh ju ndryshon jeta e tyre në 30-60 shkallë, ku me kontributin e juve na kemi bërë shumë atlet këtë betejë. Ndërsa qëllimi i dytë është të mbështesim gjitha gratë artistët tona të talentuara ku në këtë mënyrë po e shtojmë vlerën në kulturën tonë. Ankandet si këtu japin momente të veçanta, andaj sonte keni mundësi të bleni piktura edhe të kontribuoni. Fondet e grumbulluara do shkojnë drejt për drejt në plotësimin e kushteve, po mendoj gjanat më esenciale që ju duhen grave, që janë tu përballë me këtë patologji, edhe ku bashkërisht me klinikën e onkologjisë do drejtohemi se çka vjen më saktë. Mandej pra në këtë mënyrë po e shënojmë për hir parë datën 4 shkort, ditën botërore të kancerit, ku le të jetë kjo vulë edhe hap për secilin vet, edhe me mbështetjen tuaj zgjerohemi për të ndërgjegjësuar për këtë kauzë. Andaj unë ju falenderoj gjithëve për këtë mobilizim të çmuar dhe zemërgjer tuaj për të kontribuar. Ju ftoj gjithëve ta shijoni këtë moment, edhe mos ta harrojmë qëllimin se pse jemi mbledhur sonte.
Faleminderit shumë artistëve tona që kanë bë jashtëzakonisht bukur krejt ambientin edhe me vullnetin e tyre tepër të shenjtë, pa hezitim i kanë dhuru pikturat e tyre. Nuk është kollaj me dhuru një vepër arte. Mandej e falenderoj jashtëzakonisht shumë Arbela Statovcin, bashkë organizatorën, dhe të njëjtën ku Katrina Ajetin për një mbështetje shumë të çmuar, edhe padyshim kryetarin Rama që na ka ndihmuar me prezencën e tij. Ju faleminderit shumë, shijone. Duna unë rritë edhe pak. Mirë Rama edhe prej meje, i nderuar kryetar Rama, Ambassador Nancy, thank you for being here. Edhe juve të gjithve, faleminderit që po na mbështetni me një kauz mjaftueshëm. Muna me thonë me 100% sinqeritet se si e mbijetuara e kancerit të gjirit, e di saksisht që ka du me thonë ndihma, suporti i dikuna tjetër. Tash, në atë moment kur më kanë qënu mu personat prej Kosovës që asë që nuk jemi njoft, e kanë bërë një ndryshim shumë të fort për mu, një suport, një mbështetje, që s'ka pas kufi. Kështu që kom vendosë edhe unë me në Kosovë me dhanë kontributin tem bashkë me juve. Faleminderit shumë, le t'jenë një mramje me frymëzuese, inspiruese edhe me shumë dashni për neve krejtve. Shione, knashuni. Faleminderit Arbela, ke qenë shembull edhe në festival. Faleminderit shumë që kohar prej Zvicrës sonte këto me na nderu, edhe me tregu sa e fort ke qenë gjatë krejt përballjes, por dhe vazhdon në fakt me u përball, me luftu në fakt. Me shumë kënaqësi dëshiroj të aftoj kryetarin e komunës së Prishtinës, zotin Përparim Rama, për një fjalë rosti. Faleminderit shumë Kaltrina, kënaqësi e veçantë edhe nder i madh me qenë këtu së bashku me gjithë juve, së bashku po ashtu edhe me ambasadoren Nancy Soderberg. I think we're going to have a great fight tonight. Po ashtu falenderimi veçantë gjithsesi Ermira Muratit, edhe Arbela Statovcit, e Kaltrina Ajetit këtu për këtë organizim të mrekullueshëm, e po ashtu edhe të gjitha artisteve që kanë kontribuar, që i kanë dhënë veprat e tyre të artit, veprat që tash po e kuptoj, po ashtu që janë bë vitin e kaluar posaçërisht për këtë event sonte këtu. Organizimi i këtij eventi ka normal një kontribut të veçantë për shoqërinë tonë. Tregon që në kushtet kur ne duhet të bëhemi bashkë si shoqëri. Pra kemi një vetdije të ngritur, tashmë edhe nëpërmjet artit edhe kulturës i ndihmojmë njëri tjetrit. E posaçërisht kur kemi të bëj me sëmundje si kanceri, sëmundje të cilat kanë qenë faktikisht tabu ndoshta edhe për një kohë gjatë. Posaçërisht me përmend, kur edhe ndoshta kemi hezitu edhe me përmend që është problem gjini. Unë du me thonë që jo vetëm gratë kanë këtë problem. Du me thonë kanceri i gjirit është problem edhe i meshkujve. Që duhet të gjithë ta dimë që ky problem i madh që e ka kaplu shoqërinë tonë për një kohë të madhe, jo vetëm shoqërinë tonë, por të gjithë botën, mundet me u luftu, mundet me u shpëtu, mundet me shpëtu një numër të madh të nanave tona, të motrave tona, të baballarëve tonë, të shoqërisë tonë, nëse shkojmë herët edhe i bëjmë testet e mamografisë. Kryeqyteti, dini në vitin e kaluar kemi pas një ashtu iniciativë më të madhe në Prishtinë deri sot, faktikisht, edhe nëpërmjet Race for the Cure, edhe nëpërmjet eventeve të ndryshme, ku edhe kemi treguar që kemi investuar në mamografi. Kemi investuar pra shumë që t'ju mundsojmë të gjitha grave, të gjithë burrave, të gjitha ata që ndoshta mendojnë që munden me pas në një problem, me shku edhe me u testu, edhe nuk ka rend. Seni më i mirë është që faktikisht kemi investuar mamografi, kemi mamografi tash 3 në kryeqytet, ku edhe ofrojnë shërbime që nuk keni nevojë me prit në rend hiç. Prandaj ju lutem të gjithëve që t'i shfrytëzoni këto mundësi, edhe të kemi ashtu të sigurt që nuk kemi me pas probleme me këtë sëmujë të keqe. Përveç kësaj, po ashtu du me i falenderu edhe këtu hapsinën Menza, sepse po mbahen edhe po krijohet faktikisht një farë ambienti fantastik ku po e ndërlidhim artin, kulturën me bamirësi.
Edhe s'ka më mirë se me I bo të gjitha këto gjana së bashku për me bo mirë, për me dhonë, për me kriju mirë. E sot, po e shoh që kemi edhe ikona në artiste, ikona si Zaki Prelvukaj, si Zana Ramadani, si Shqipe Kamveri, s'po përmeni motrën teme, po edhe shumë artiste tjera këtu, se pash artin fenomenal, pra pikturat fenomenale që janë të paraqituna sot këtu, pikturat të cilat ju mundsojnë që sot me ble, përveç që bleni një art, pra nuk e bleni, po faktikisht investoni. Përse të më thonë, artit nuk I humb vlera, po I shtohet vlera. Pra sot e shini si një investim në koleksionin tuaj, si një investim në bamirësi, se po I ndihmojmë edhe ÇKUK-s, qendrës spitalore në Prishtinë, onkologjisë, faktikisht departamentit të onkologjisë, po një investim edhe në artistët tonë, pra në art të kulturë, pra në gratë të cilat merren me art, posaçërisht sot, sepse di që kemi pas ndaluar mashkull me marrë pjesë, apo? Ka pas shumë faktikisht artista që kanë dashur me dhuru, po këtë radhë ka qenë vetëm për gra, po mendoj që radhët tjera ndoshta sa ma shumë, aq ma mirë, sepse ju bëjmë të gjithëve mirë, edhe po ashtu me hapat kuzimshëm edhe të sigurt, pra duke bo mirë edhe me kriju platformën edhe me të mrekullueshme edhe për artistët tonë, në mënyrë që me ju mundësu që arti tyne sot që ka me u ble me siguri edhe prej dashamirësve tonë këtu prej vendeve të ndryshme të botës që kanë ardhur dhe na kanë respektu me qenë pjesë e këtij ankandi, pra artistët tonë kanë me pas shtëpi të reja në për vende të ndryshme të botës. I will say this in English as well, just to make sure. I can see here a lot of people, internationals basically, that have come and have, honored us with their presence. And also, apart from honoring us, obviously we know that we will be fighting for these artistic masterpieces. And the lucky ones will take these ones home here, but then also home internationally. So while doing that, we're also creating here a platform, an international platform for our local artists, so we're empowering them. So it is no doubt a win-win-win-win approach. And for the end, I just want to, I'll say this in Albanian, dua të shpreh mirënjohjen më të thellë për cicat. Do të thonë creative information, care and activism for tomorrow, pra për artistët tona. E thash këtë sepse një ndër vendimet mia të para që kam dashur me marr si kryetari I kryeqytetit ka qenë me organizu një ekspozit pikërisht me veprat e artit të kësaj organizate. Po ma ndalen ekipa ime, tha jo s'bën se pak tabu, emrin ashtu, që ka mendu pre fillimit që është e gabushme, që është wrong. Kështu që cicat, faleminderit shumë për guximin, faleminderit shumë for thinking outside of the box, faleminderit shumë që theni tabu ton kohën edhe ndihmoni shoqërinë tonë me shku për te këtyne probleme që I kemi, edhe me zhvillu kryeqytetin, e po ashtu vendin tonë, edhe njëjtën kohë nanat, motrat, të gjithë të dashurit tanë me qenë së bashku me ne për një kohë shumë më të gjatë. Faleminderit edhe një herë dhe le të fillojmë ankandin. Faleminderit kryetarit Rama që gjithmonë përkrah iniciativat e veçanta që ndodhin në kryeqytet. Gjithashtu, një falendrim të veçantë edhe për zonjën Kristali Rama që I kemi sonte këto. Kristali është një prej grave cilat ka ide super kreative edhe e cila ka punu gjithmonë në të mirë të komunitetit falas. Këndo që I kemi prej medjave, ka punu falas për komunitetin, kështu që është një aset cilën duhemi me shfrytzu. Falenderim të veçantë për Zaki Prelvukën, Shqipe Kamberin, Zana Ramadani, Fitore Berishën, Brikena Krasniqin,
Arita Galupenin, Edona Bloakaj, Elona Andrecaj, Jaldëze Mustafa, Dita Ethemi, Mielma Goranci Firze, Leonita Fazliu, Vlera Kosumi, Lulieta Rama Muçaj dhe Ermira Murati, të cilat sot sonte kanë kontribuar me veprat e tyre, me që Zotja nuk ka mujt me qenë sonte me neve, ajo ka dërguar një video mesazh të cilin do ta dëgjojmë tani. Përshëndetje të gjithëve, e sidomos Ermires dhe ekipit të saj, duke I përgëzuar për këtë projekt humanitar shumë të nevojshëm për shoqërinë tonë, në këtë rast grave tona. Kur jemi ne humanitar si individ në familje, familja ndërtohet më mirë, dhe natyrisht që familja përbën shoqëri, shoqëria përbën shtetin. Kështu që në bisedë me Ermiren, më pyeti profesoresh me çka do të prezantohesh, edhe cilat vepër do të jetë jotja në Arkand. Unë I thash që do të prezantohem me një teknikë të cilën s'pajher kom fillua ta realizoj në bjeshkët e Maqedonisë, sidomos bjeshkëve shumë të larta, por që I takojnë pjesës të Kërçovës. Aty I pritshim, ishim për një workshop dhe I pritshim ngjyrat 3 ditë na u vonuar, ngjyrat dhe materiale tjera të nevojshme, kështu që ofer meje qëndronte një shtyll e tëra e ngjyrosur me ngjyrë të zezë, u shifte që është katran edhe bitulen, dhe për temperaturës së lartë ai u shkrinte dhe mua shumë ngasmoi dhe mendoja në moment që duhet ta përdor për të krijuar art. Edhe kisha disa hamera që I kisha sillen nga Prishtina, të cilët ishin shumë të fortë në përmbajtje të utkollit edhe specifiket që I duronte këtë material të kësaj shtylle. Kështu që u afrova që mendova se nuk do të hupi kur gjë, po nëse mundi me realizua është mirë, bili me realizua qëllimin tim që I kisha. Kështu që u realizonte me thoj, me letër dhe material që ta mundësonte shtylla. Kështu që kjo grafik që I shifni sonte është e njëjta teknikë që kom filluar atëherë, mirë po duke vazhduar prej 2001 gjithmonë në përbjeshk në për teret tona në hulumtim të reneve, duke I kërkuar këtë shtylla gjithmonë nuk I kum shmang kësaj teknike, që në vitin 2021 Malzi e gjeta e hasa një shtyllë të tillë, edhe u realizoa ky punim që keni ju sonte përpara. Kështu që nuk do të vazhdoj shumë të foli për këtë vepër time, se e di që sonte ka vepra të shkëlqyra të kolegeve të mia, të cilat kur nuk pushojnë pa punua, dhe une gëzohem dhe kënaqem me punën e tyre gjithmonë. Kështu që femna jonë nuk pushon kurrë, dhe femna jonë e ka mbajt kombin gjithmonë, dhe femna jonë e ka mbajt shtetin edhe gjuhën tonë. Kështu që edhe sot dhe pron ashtu, dhe I përgëzoj përveç kolegeve të mia, të gjithë pjesëmarrësit edhe qëllimirit që kanë sot në këtë ngjarje. Duke ju përshëndet me pamundësi me kanë prezente, dhe unë sonte ju uroj suksese dhe realizim të punës të cilën Ermira edhe ekipi vet edhe të gjithë ne kemi synim. Ju faleminderit edhe u pafshim për të mirë në këtë ngjarje përsëri. E kemi Shqipën, e cila ndodhet për momentin Paris, e cila po ashtu e ka xhiruar një video për neve. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Shqipe Kamberi. Vjen keq që nuk jam me ju sonte në këtë ngjarje shumë të rëndësishme, po ju ftoj të gjithëve për me përkrah këtë kauzë dhe për me ble ato punimet të cilat ne I kemi dhuru, sepse gjitha ne duhet me qenë humane dhe me I përkrah të gjitha kategori, qoftë edhe tash që është me rastin e vetësimit dhe luftës kundër kancerit. Kështu që ju dëshiroj një mbrëmje të këndshme dhe t'jeni sa më shumë. E donën e këshim ftu s'ken, me na përshkru pak me dy... bravo! Pikturën që sonte e kom prezentu, është lidhët shumë me temen, janë paraqitur disa gurë të vegje që në të nësi e bën një shkëm, dhe përësia ime është që së bashku ne si femra të kontribojmë dhe së bashku të jepim forcën që çdo grua që ka nevojë për ndihmën tonë
të ketë fuqinë, të jetë më fort dhe të mbijetoj. Dhe kështu që së bashku ne do të jemi më të forta. Faleminderit shumë e dorë. Unë jam e sigurt që pjesën që po e presim është pjesa e ankondit. Kështu që po e filloj me pikturën e parë, besoj që është koha tani për me shpreh interesimin për piktura e cila do të prezantohen këtu. Po e filloj me pikturën e parë, është vepra e piktorës Fitore Berisha me titullin Më mbaj, e cila fillon është kjo këtu. Është piktura e Fitore Berishës, e cila fillon me çmimin 250 euro. 250 euro. Me dimensione 70-50. Është mrapa me. Okej, kemi 250 euro e kemi një ofertë për fitorën. Nëse ka ofertë tjetër? Okej, 300. 350. 350 për fitorën. 300. 400. Kemi ofertën për 400. 450. Shitër. Faleminderit Nancy, faleminderit. Piktura e Fitore Berishës, shitër me çmimin 450 euro. Tani do të afrohet dikush prej stafit atje që të marrë detaje. Vepra e dytë është e piktorës Artina Gollopeni me titullin Grua e fortë. Ka dimensionet 70-50 dhe fillon me çmimin 200 euro. Artina Gollopeni është artiste e re, apo jo? Ka bërë këtë pikturë gjatë festivalit Çliroj Cicat në muajin tetor, që ka qenë një prej aktiviteteve të festivalit. Edhe sot është me një çmim, po besoj, dvoletshëm, minimal, për një artiste. Okej, kemi një ofertë për Artina Gollopenin, 100 euro. Atëherë, shitet me 100. Faleminderit Arvela. Okej, atëherë vazhdojmë me pikturën tjetër. Është piktura e Zake Prelvukaj me titullin Shtëpit pa ngjyrë. Në dimension 70-50 është Zake Prelvukaj me veprën e saj. 500 euro, piktura e Zake Prelvukaj. Okej, Luli oferton për 500 euro. 500 euro shitet. Faleminderit shumë. Shkoj. Okej, piktura e katërt. Brigena Gashi. When I'm supposed to blossom. Interesant. Okej, me dimensione 70-50. Oferta e parë 180 euro. 180 euro. Kemi një të interesuar. 180 euro. Shitet. Faleminderit shumë. Piktura e pestë është Dita e Temi me titullin Struktura. Fillon me çmim 300 euro. Okej, kemi një ofertë për ditën 300 euro. Okej, është kjo pikturë e cila veç mori ofertën 300 euro. 350 nëse është dikush tjetër. Shitet. Faleminderit shumë. Faleminderit Urime. Piktura e 6 është piktura e një shoqës teme për ndryshe. Është piktura e Mjella Goranci Firzit, e cila sonte nuk është me ne, por që sigurisht ka qenë shumë e lumtur që është pjesëmarrëse në këto, zakonisht është kontribuese në iniciativat e tilla. E ka titullin Në lule me dimensionet 70-50. Kjo fillon prej 580 euro. Okej, kemi një ofertë 580 Roma. 650 Nancy. 700 Roma. 750. Hajde 800. 850. 900. 950. Okej, 950. Hajde të bojmë rafsh një mirë. 950. 1000. E kemi ofertën për 1000 euro. Është vepra e Mjella Gorancit, e cila sot nuk do ashtë i marrë skenë, se ta s'kom qef me po, apo ma blejnë veprën ajo. Kështu që është do ashtë me qenë këto, është do ashtë. 1050.
1.050 është oferta e fundit. A kemi ofertë për 1.100? 1.100. E kur një grua thot, I want it. Okej, 1.050. 1.050. Wow! Dul një burë! E prishi pasoj, e ndreqë! 1.100. 1.150, oferta tjetër. 1.150. 1.200. 1.200. Artistja e shtatë është Luljeta Rama Muçaj me titullin Turma, dimensioni 110-90, dimensioni më i madh fakt deri tani sa ishin veprat, 110-90, ofertoj me 1.000 euro. Okej, kemi një të interesuar. Shitët Arbela. E pat për qefe. Piktura e 8 është piktura e Vlora Kosumit. Besoj Ermira ka më na ndihmu tash me po në skenë. Me titullin Meditime, dimensionet 90-70, piktura e Vlora Kosumit, Meditime. Okej, 250 euro. 250 euro kemi një ofertë. Ushit. Piktura e 9 është me një artë shumë të veçantë, është Shqipe Kamberi, me titullin pa titull. Vepra, dimensioni 35-25, që fillon me çmimin 300 euro. Okej, kemi një ofertë për 300 euro, është pikturë 3D, do me thonë, në gjitha antë, kur kornizohet duket shumë bukur. Unë për vete e kam një shpe. është unike, është super unike. Shqipja e ka artin shumë unik, me 300 shitët piktura e Shqipe Kamberit. E kemi pikturën e 10, piktura... Okej. Ermira, hajde se ti e prezentar mas mirë se është e jotja. Dimensionit 70-50 fillon me çmimin 500 euro. Okej. Shumë, okej. Nuk posh arbri ajtek. Okej, 700 oferta tjetër. 750, 1.000. Kemi ofertë 1.000. 1.050. 1.200. 1.200. 1.300. Wow! 1.400. Okej, 1.400. 1.500. A jeni qef? Okej, si pas këtë kontët e përbashta. Okej, 1.500 deri tash. Oferta 1.500. Deri tani 1.550. 1.550. 1.550. Hajde 1.600. 1.600. 1.600. Ushit. Faleminderit shumë. E kemi pikturën e Zana Ramadanit. Është piktura 11 me titullin Gjyrat e jetës, dimensionit 70-50. Atëherë, çmimi i pikturës fillon 380 euro. Okej, bravo Roma. 380 euro oferta e parë. Është punu në festival, është punu 400. Okej, perfekt. 400, kemi ofertën tjetër, a kemi 450?
Okej, 450 Arbela. Okej, shkojmë për 500. Oferta është për 500, nëse dikush ofron 500 euro për pikturën e Zana Ramadanit. 500. 500. Okej, kemi ofertën për 500 euro. E mbyllim. Ushit, faleminderit shumë. Piktura e 12 është piktura e artistës e cilën e patëm në skenë, e Dona Blokaj. Një prej artisteve të mia të preferume. Çmimi 1000 euro. Okej, Nancy. Kemi një ofertë prej Nancyt, 1000 euro. 1050. Kemi ofertën 1050. Ajda kemi 1100. 1050 deri tani. Dimensionet më të mëdha se që ishin pikturat e mahershme, shumica prej tyre në fakt. 180, a ka 1100, kemi 1100. Faleminderit shumë. A ka kornizën? Po, me kornizë. Për 1100 shitën. Faleminderit shumë. Piktura e 13 është piktura e Jaldës Mustafaj me titullin Bukurie e heshtur. Piktura e 14 është piktura e Elona Andrecaj me titullin Caring is Loving. Dimensionet 70-50 me çmim prej 100 euro. Elona e ka bërë këtë pikturë gjatë festivalit në këtë vend, në Menzën, të cilën shfrytërohesin me falenderu, që gjithmonë na përkrahin në çfarë do organizimi aktiviteti që ka, edhe herën e kalume edhe sonte, kështu që një falenderim i veçantë për Menzën Rami Sadiku. Kemi ofertë. Okej, faleminderit, 100 euro shitët. Është piktura e 15 e artistës Leonita Fazdiu me titullin Vetjeta. Dimensionet 90-70. Mirëmbrëma gjithëve. Me të vërtetë jam një që jam pjesë e këtij organizimi humanitar dhe që jam pjesë artiste, gjitha artistët të cilat kanë marrë pjesë në këtë organizim dhe me mbështet gruan. Kjo vepër është e punuar gjatë pandemisë, kujtimet të gjithë çfarë janë kemi kaluar në kohën e pandemisë. Unë e përboli për 3 femnës që kërkojnë me pasion saktë dhe fort. Është e punuar me ngjyra të ndezura, e cila na tregon komparativ me këto ngjyra, sfidat të cilat i kalojnë dhe kemi kaluar gjatë jetës, si ato vendura dhe ato të këqijat. Letë në shumë shumë sonë që du me folë. Dije ma kemi që mëllë, së është era parë që ma në që një organizim të të pjesë. Dhe ne artistat e kemi shumë vështirë, një përshkruve ka tona dhe nocionet të cilat në atë kur i kemi përdu, dhe që që një ndi. Kështu që shpesoj që i përqenë shumë. Bravo Nishta! Për fillimit kisha dashur me ftu artistën Dita Gallopenit, cilën e kemi këtu, për një fjallë rasti. Mirëmbrëma të gjithëve. Është më të vërtetë kënaqësi të jem pjesë e ankondit, gjithsesi edhe domethënë durimi i një vepre arte është më të vërtetë kënaqësi sepse po e dhuron një pjesë të zemrës, domethënë të pikturës. Kështu që unë jam shumë e lumtur domethënë që po kontribuoj me një vepër arte për mbështetje, për ballafaqimin e grave domethënë të cilat janë të prekura me kancer të gjirit. Faleminderit gjithëve domethënë që keni ardhur. Piktura e cila tashmë është e shitur është një pikturë abstrakte e cila i trajton disa tema të ndryshme, po kryesisht temat e morfologjisë të qytetit. Kështu që faleminderit gjithëve domethënë që keni ardhur, dhe gjithashtu e falenderoj Ermirën, e cila e ka bërë këtë organizim. Faleminderit shumë Ermira, edhe juve domethënë që jeni prezant, dhe po shpresoj domethënë që sadopak kontributi jonë domethënë të ndihmoj për një mbështetje, por gjithashtu edhe për një ndërgjegjësim për smundjen e kancerit të gjirit. Faleminderit. Faleminderit shumë për
për kontributin e dhënë. Një falendrim i veçantë për artistët, cilët natyrisht që kanë dhënë veprat e tyre, kanë dhënë artin e tyre për këtë mbrëmje bamirëse. Një falendrim i veçantë për ata që na kanë përkrahur natyrisht. Falenderoj Menzën Ami Sadiku, stafin e OJQ-s Cicat, si dhe organizatorët e eventit të Ankondit, Ermira Muratin, Arbelën dhe donatorët tjerë cilët kanë përkrahur këtë ngjarje, që është KTSF-ja, edhe IED-ja. Ermirën dhe Arbelën i kisha ftuar me mbyll Ankondin, sepse është merite tëne. Faleminderit shumë për kontributin që e keni jep për artin e për gratë që janë të ballafaqur me një smundje të tmerrshme. Faleminderit shumë edhe prej meje, më falë që ja u kumbledhe unë disa piktura. Nuk e disha fillimisht ta kom drejt, po s'po ta qare. Edhe vish diçka po du m'ju thonë, nuk e keni idenë se çfarë ndryshime keni bë në jetën e atyne grave që janë të ballafaqur me kancer xhirit, në atë momentin që kanë me ndëgju se çish kena kalu sot, sa pare kemi mbledh, edhe që kena mi mështet në mënyrë se ato qysh ka nevoj. Faleminderit shumë. Unë vjeda këllim vetëm me përkra. Me përkra organizatorë fantastike, në këtë event fenomenal, edhe që sot jo vetëm që shqitëm disa prej pikturave të artistëve fenomenal këtu, po edhe kemi bërë një ndim të madhe të shoqërisë, për shoqërinë faktikisht, që faleminderit të gjithë. E keni piktura fenomenale që kanë me jau ngritë koleksionin, por nuk janë harxime, po janë investime. Edhe uroj që këtë bëhet tradit, që ne të bëhemi së bashku nëpërmjet artit e kulturës, me ndihmu gjithë shoqërisë nëpër këto takime të mrekullueshme si unë kjo sotme. Falenderimet e veçanta për zonjave të mrekullueshme edhe Blerëve, përveç që është organizuar dhe ke vle. Faleminderit shumë. Gjithë juve, i rënatë të mirë të mrekullueshme e shkemi në Ankondin e Ardhshëm. Faleminderit gjithë ju që keni vler piktura, sigurisht se do t'ju vi përmes postës, detajet i keni dhënë, faleminderit shumë. Gjithë ju që i keni vler pikturat, i keni dhënë detajet, pikturat do t'ju vi me postë. Dhe sigurisht se do të njoftoni për shumën e mbledhur, e cila është mbledhur sonte, që është shumë me rëndësi, dhe një pjesë simbolike do të shkoj për artistën, ndërsa e gjithë pjesa tjetër do të shkoj në qendrën klinike universitare të Kosovës, në klinikën e onkologjisë, dhe sigurisht do të publikohen të gjitha detajet e dhurimit, qoftë të mjeteve ose çdo që ata e shohin më të përshtatshme për ta, dhe ligjore natyrisht, që do të bëhet prej organizatës Cicat për gjitha ato gra. Unë ju falenderoj shumë që ishit sonte, falenderit që keni kontribuar. Mm-hmm.